Përshëndetje të dashur miq. Unë jam Erioni dhe sot në podcast do dëgjoni historinë e epike së Arnaut Osmanit. I tenuar me vite në burg, ai ka një plan për të shfrytzuar veten dhe shokët. Kraili vendos ta veten në provë, por asgjë nuk shkon siç pritet. Ndjekim episodin që vijon. Arnaut Osmani. Lumë për ty, o i lumi zot. Apo një gjënë që ka bëj Arnaut Osmani. A kishte mlell 12 shok për krah, e kish marrë bjeshkën për pjetë. Ka si përshkuan bjeshkën gjanë e gjatë, trimat më rritën pra një gurët fresk. Aty ndalen hovin o zbritin kuajve nga dalë. Ullën në hijen e aty në pembe të moq me plot freski, e shuajten etjen në atë ujin e ftohtë që rrilte nga malet. Lodhurat këputur nga udha, agët o shtrin poshonin, e një gjumi rani pas ka zanë. Shtetër në rëgur e pem, ata u prehen me armë të tyre shtuar për tokë në qetësi. Atë pranë, shenë në rpem e shkurre, u shtartë e krajlit ishen zënë pritën. Heshtur, si ujku që po afrohet gjahut, ata përgjuan agrët tek pushonin. Dal nga dal u shtartja nxorën rrethin, e toka u drollën në kam të tyne kur u vërsulën për para. Kuajt ngritën kokat, trimat hapen syt, por tashmë ishte tepër vonë. Ushtarti sulmuan nga çdo anë i zunë gjithë rab. U vendosën pra nga duarve e të lidhur e të rëbruar. Agat nisën hapa drejt Krajlis, ku i priste një fatizi. Përballë kullës Krajlit, Agat e pan veten të rrethuar mes mureve të nalta që ende mbanin shenja zjarri. Rojet e rreshtuan një nga një në borrin e gjerë. Krajli vetë doli përpara t'i shohë me sy. Heshtja mbuloi oborrin, ndërsa të gjithë ndiqnin çdo lëvizje të tij. Krajli ju afrua Agave ngadalë. Cili për jush mi dogji sarajet? Pranë ti një zë përpoq të përgjigjej. Nuk e di o Krajl, unë nuk kam kënë në qetë. Në qast Arnaut Osmani holli t'ju hapa për para. Pash një zë që t'ka lanë o Krajl. Mos i bjerë në qafë kuj tjetër, se kam kënë unaj që t'kam djekë sarajet. Edhe kullat unë t'i kam shem, e vetë t'i prejva lanë në pyje. Mirë se kullat mi dogje, po gjanë e malin koma qove. Të gjithë e kam dërgu një të bino, Krajl. Heshtë s'po mi trillet syni djalit. Krajlit ju rësu ftyra e i hell shikimin gjithë Agave. Do t'ua kthej nderin o Aga. Do t'ju hell në burgjet thella për jetë. Kur s'do shihni mua dritën e diellit me sy. Mas këtyre fjalëve, ushtarët nxituan e i vendosen hekra trana rreth kamve të trimave. I shtyn Aga drejt qelive të lagështa, ku errësira i mbuloi çdo shpresë për liri. Tri vjet kaluan në qeli të errët, kur Arnaut Osmani i mlolli shokët për rreth. Zëri i tij përshpëritin në korridoret e burgut. Zoti ju forcoft o shok. Koha po kalon e forca po në lëshon mbrenda këtij burgu të errët. Nëse vazhdojmë që ndrojmë gjatë këtu, një do plakemi do në lëshrojmë mendja. Sa më shumë që të plakemi, aq më shumë do na poshtoj frika të merri. A ka në ideal që do na tregoj në i drelli, që të na zjarë nga balta këtij burgu të zi. Sa mirë ju përgjigjen burrat Osmanagës. Edhe pse shkon moti, forca nuk po na lëshon. Ne halas jemi plak, e mendja jonë është ende me ne. Jemi tri e s'kemi frikë. Po
Dherë tani, askush prej nesh nuk ka nëj plan. Krajli është tinak, ai nuk mashtrohet kollaj. Do t'i bëj provat mbla ati që gëzën të dalë që këtej. Me të dëgjuar këtë fjalë, Arnaut Osmani bëri bet male. Atëherë unë do t'a bëj një provë. Edhe si kur Krajli të mhellën furrat skuqura, nuk do të ndrillet as pak qërpiku i syrit. A e dini që do bëj më shokët e mi? Të provoj shtirëm si i vdekur. Rojet do të nxjarrin jashtë në varrosin. Ndoshta për zgjalli, po me pak fat, kjo do jetë mundësia jonë. Pastaj mlolli agat për rreth. Ata gjithë ngulitën vështrimin, ndërsa plani filloi të marrë jetë. Shok, kam nevojë që ju të nisni e të lëshoni piskamat kur të afrohet ora mesnatës. Sa po dalë drita e parë e mëngjesit, ju filloni gjamën e ulërimin. Duhet që Krajli të dëgjoj deri në sarajet e tia. Rrezet e diellit sa po preken majat. Arnaut Osmani shtreu kanë të palosi duart mikaror, si kur po gatitej për udhëtimin e fundit. Të gjithë shokët të mlodhen heshtruar si rreth tij. Pastaj njëri mas tjetrit filluan të nisin gjamën e po vajtojnë. Po ulërin e po lëshojnë piskamen deri që po dëgjohen në sarajet e Krajlit. Pas gjamës së tretë, zani i tyre arriti në sarajet e Krajlit. Ai dëgjoi e u zgjua nga gjumi të shohë se ç'po ndodh. Askush nuk i përgjigj. Atëherë, Krajli ngrihet e kërkon të sjellin 2 nga agët për t'i pyetur. Rojet nxituan me një herë të sjellin burgosurit përpara tij. Por tretën, çka ka ndodhur që vajtoni? E ju ka marrë malli për shpinë, po ju ka ra nërmend për nane, babe, për motër e vlla. Si ju mundon balta e burgu deri në gjuhë. Si ju shqetëson mjekra e pa rrume, mi shan 7 që së nërroni dot. Mos më thoni si ju mungon drita e diellit, se atës do ta shihni mamësi. Agat ulen kokën për ati. Asnjëna prej tyne mor Krajl. Po sot një shok na vdiqon ndang nga kjo botë. Ne nuk po dim ku ta varrosim atë të mjeri. Fama ka fillu të kalbet, po ma njëherë nëse shpejti të mbuloj gjithë qelinë e burgut. Për Krajli nuk i besoj. Shikim dyshues murmuriti ndër vete. Ka dojnë me mashtru. Kjo do jetë nëjë tralli. Ai thret vajzën e tij e jep asaj çilcat e burgut në dorë. Ulu poshtë ai burgu i zi. Shka shiko se çfarë ka ndodhur. Vajza mori çelcat në dorë e nisi të zbres shkallët. Kur më rriti dera e hekur që ajo kishte parë shumë herë më parë, ajo vendosi çelcin në kyç. Rrotulloi atë e dera u hap në errësirë. Kur hyri brenda, aty vajza pa shtrirë për tokë Arnaut Osmanin, i cili dikur kishte qenë i dashuri i saj. Zemra ju dam dysh nga dhimbja e trishtimi. Gjiti shkallët e u kthye prapa me hapat ngadalt. Me sy endet për lotur arriti te Krajli e dha lajmin për vdekjen e të burgosurit. Asnjë nga agët nuk po ngri kokën prej vajit, se pas ka vdekur ai trimi, Arnaut Osmanaga i ri. Ama falti mua ta varros atë, sepse po më lejove ta mbuloj me dhejohat. Unë të premtoj se sot e kësaj dite do t'i bindem çdo fjale që më thuash. Por
Kraili nuk e dzebes as pak. A I dërgoj 100 ushtarë të dera e burgut, e ordroj 10 më të fortit hynin branda në biruc, e të nxirrnin jashtë trupin e kreshnikut. Arnaut Osmani shtirej si I vdekur. Kraili kishte qenë shumë I zgjuar, e vendosi ta përvonte me të vërtet nëse djali ishte I vdekur apo ishte ende I gjallë. E jeni të bajmë një provë. Ushtarët nxorën trupin e vendosën atë shtrirë në oborr. Kraili urdhroi t'i sillnin në ngjarprit të mbledhur në diellin e nxehtë. Ja vendosi ato në qafë Arnaut Osmanit. Sa fort po e kafshoi ngjarprit. Por edhe pse I gjallë, Arnaut Osmani nuk lëvizi, as zani nuk I dëgjua për zgjallit. O Kraili, ende nuk zebes. Tani të bëjmë një provë tjetër. Me urdhën e tij, rojet nezën dy zjarre të mëdhenj. Ushtarët vendosin trupin e të bogosurit mes tyre. Flakë të ngritën në qiell, e nxehtësia e tyre përcëlloi lkurën e Arnaut Osmanit, por djali nuk bëri asnjë lëvizje. Edhe pse ishte I gjallë, zani nuk I dëgjua për zgjalli. Prap Kraili nuk I beson, se vet kish kenë shumë I pabes. A kam ull t'i bëj edhe një provë të fundit. Për të bindur plotësisht, zgjolli 30 vashe nga ma të bukrat, e po I veshe po I matha të mirë. I urdhroi ato rreth kokës së Arnaut Osmanit. Vashat nisen kangën e po knojnë për atë trupi që dergjet shtrirë në mes të borrit. Të marrin lojën e po lëdrojnë me njëra tjetrën. Të marrin vallën e po vallëzojnë për atë kokës së djalit. Vajza e Krailit kishte qelluar te koka e djaloshit, dhe Arnaut Osmani po e vështron. Me njërin sy trimi holli një shkim të ëmbël drejt saj. Një buzëqeshje lehtë ju shfaq djalit në fytyrë e bëri televizje në anën e mustaqeve. Vajza e vuri re këtë e I holli me njëherë një pëlhur t'i muloj fytyrën. Shoqet e saj ju afruan e të habitura thanë: "Pash një atë zot që në kallan, e u duk se qeshja ajo spanaga I ri." Zoti ju vraft, moj vasha, ky djalë ka vdekur njëherë. Më duket Zoti ka falë mëkatet, e shpirti I tij ka dalë me gaz. Pastaj vasha ju drejtua t'jatit. Pasha zot që t'ka lana Krail. Si nuk pate mëshirë, e vazhdon të mundosh të vdekurin kështu me këto prova të kota. A nuk e shet që ai ka vdekur e ka mbaruar? Kufoma e tij ka të shtritet që po kalben mbi dhe. A ke frikë nga të vdekurit o Krail? Hiqja prangat e lere të varrosin djalin. Po Kraili prap nuk beson. Ai thirr bajlozin me shpatë. E urdhëron të liroj Arnaut Osmanin para syve tij e t'i pres kokën me shpatën e tij në pret. Bajlozi ju afrua trupit të dergjur përpara tyre. I liron hekrat nga këmbët e I hoqi prangat nga duart. Pastaj ngadalë, ai ngriti shpatën lart mbi kokë e përgatiti goditjen të lëshoj mbi kokën e trimit. Pa pritmas, Arnaut Osmani fluturoi në këmbë e bie mbi bajlozin. E pret atë si tërbuar. Të shokuar, të gjithë mendojnë se me të vërtet janë gjallë të vdekurit. Të mberri I mall, po shtoi çdo njeri e askush nuk guxon t'i rezistoj. Trimi u turr drejt ushtarëve të Krailit e po mi pret me shpatë një nga një, po I shtrin gjithë të vdekur për dhe. Në fund, në kërcim të fuqishëm djali e gjen veten para Krailit të rrëruar. Një goditje I verbon ati njërin sy e me I tjetër I shkërton njërin krah. E lëshon Krailin për dhe e niset pastaj drejt derës së qelis. Hap derën dhe çliron agët nga I burgu I errët. Së bashku trivat përsulen e rrafshojnë gjithë kuat e sarajeve të Krailit. Flaka e tymi u ngritën lart në qiell e nuk pushojnë. Kuat ranë për tokë u ban hi.
Për 3 ditë e 3 net zjarri nuk pushoj. Mas 3 ditë që 3 neq, Arnaut Osmani mlodhi agat e 30 vashat e së bashku nisën drejtën në një dëbinë. Kur më rritin atje, organizuan 30 dasma. 30 vashat o martuan me 30 djem. Arnaut Osmani për vete o martua me vajzën e krajlit. Dasma zgjati 9 ditë 9 net e gjithë ju dëbina mori pjesë e gëzoj. Edhe pse s'kam ken aty, unë kështu një gjova e kështu më kanë thanë, se këto janë tregimet lashtat motit e ndimin paqim na prej Zotit. Ju falenderoj që u bashkuat me ne deri në fund. Në një botë ku argëtimi është shpesh i shpejt e kalimtar, Kreshnikët ofron një diçka ndryshe, një udhtim në botën e legjendave shqiptare, ku tradita e lashtë bashkohet me fuqinë e audios. Ndajeni episodin me miqtë tuaj. Na lini një koment ose na ndiqni në Instagram Kreshnikët Podcast. Komentet tuaja ndihmojnë të tjerë si ju të gjejnë këtë podcast. Mirë dëgjofshim në episodin tjetër të podcastit Kreshnikët.